Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do të flasim për një aktivitet shumë të bukur të zhvilluar në Tiranë, i cili u quajt Albanian Skills, edhe kam sot të ftuar dy djem që morën pjesë nga Shkodra dhe na përfaqësuan denjësisht. Kam këtë mëngjes të ftuar Ylber Velaj, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si jeni? Pjesë e grupit të sipërmarrjes. Po. Si ishte për ty ky aktivitet? Një eksperiencë e re me thonë drejtën, dhe e pa pritur sepse shko me mendimin thjesht i bëjmë marketing biznesit tonë dhe nuk e priqim se do fitosh me thonë drejtën as pak. Edhe është me mua këtë mëngjes Sidgen Loja, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si ishte për ty ky aktivitet? Ishte një kënaqësi për me marrë pjesë, ishte shumë bukur, ishte kënaqësi për me marrë pjesë edhe në midis tonëve të rive që ishin për të gjithë Shqipënisë, me konkuru. U mundova me bëma të mirën teme, besoj që e kam përfaqësuar djesisht Shkodrën edhe shkollën. Dhe na ke bërë shumë krenar. Shumë faleminderit. U zgjalla nga Albanian Chefs për me marrë pjesë në kompeticionet World Chefs, që është e pranishme edhe shteti jonë, Shqipnia, edhe shpresojmë që aty të bëjmë më të mirën. Të zhvillohet në 2026, datat nuk kanë dalë akoma, por do të na lajmërojnë për çdo, do të njoftona për çdo të re që do të ketë. Diçka shumë e bukur. Ylber, si ishte për ty thirrja për këtë aktivitet? Thirrja me thonë drejtën e erdhi nga një shok te shkolla, ma nisi te grupi WhatsAppit dhe më duk si një gjë interesante, sepse kemi punuar bashk në një biznes tonin dhe i thash të shkojmë, nëse fitojmë ose humbim nuk ka rëndësi, sepse thjesht marketing për ne ishte dhe shkuam me maksimumin gjatë ditëve të punës dhe ku erdhi koha për ta prezantuar, bëmë një demo live dhe kjo besoj ka të rishë menin dhe juris, për këtë arsye dhe fituam edhe çmimin e parë. Mund na tregosh pak më shumë për atë çfarë keni prezantuar që ti the që ka tërhequr vëmendjen e juris? Atëherë na kena prezantuar një sistem AI që domethënë të merr telefon dhe të bën pyetje ndryshme si një cold caller i thjeshtë, si një call center për zëvendëson komplet. Dhe kjo ishte në sistemi, shkume në skenë edhe të regu me sistemin direkt duke folur me të dhe më pas të regu me rezultatin dhe shumica njerëz janë befasuar se a është e vërtetë, a është një shok telefon apo është ai, domethënë. Dhe kjo është arsyeja. A mendon se përparimi që po i jep teknologjisë AI edhe qeveria ju ka dhënë një përparësi edhe juve në këtë aktivitet? Besoj se po, sepse ka hi domethënë si një gjë e re dhe gjithë AI dhe besoj se prandaj e kemi edhe fituar, po edhe zgjidh një problem aktual. Shumë shpenzohet shumë kohë duke kthyer përgjigje personave ose duke folur në call center etj dhe kjo e kursen atë kohë dhe thjesht merresh edhe me aktivitete produktive, nuk ke nevojë të bësh gjëra që janë domethënë repetitive. Sa mendon për ty që teknologjia AI është e pranishme në jetën tonë dhe domosdoshme për ne? Atëherë gjithë e njohim ChatGPT, kush nuk e përdor domethënë, çdo ditë, për çdo lloj pyetje është futur edhe në tregun shqiptar sepse është edhe në gjuhën shqipe dhe besoj është përditshmërinë tonë domethënë dhe pse mos ta implementojmë edhe në biznese, që të kursejmë kohë dhe të fitojmë më shumë para duke përdorur këtë teknologji. Një ide shumë e bukur dhe ideja fituese dhe të gjithë jemi krenar për ju që e keni sjell këtë ide. Shkodra fituese e këtij aktiviteti, sa krenar je ti? Normal jam shumë krenar për veten sepse nuk ka se kam marrë shumë pjesë në këto aktivitetesh, sepse më thonë drejt më dukshin si gjëra që të përditshme, gjëra që nuk kanë shumë rëndësi, që nuk ka se të japin shumë ecin karrierë. Po sot e kupton që sa shumë rëndësi kanë? Po shumë, sepse nuk e priq as pak që do fitoheshim dhe shkojmë të përfaqësojmë Shqipërinë në një event kaq të madh. Të ndihmon, të inspiron kjo për të vazhduar dhe më përpara me aktivitete të tjera? Normal, 100%. Tani që kanë fituar aktivitet, do jema shumë aktiv. Tani gati për aktivitetin e radhës. Është si positive momentum, si na thonë që ec. Patjetër, diçka shumë e bukur. Po për ty, si erdhi thirrja? Si ishte ai momenti i parë që u ftove në aktivitet dhe çfarë mendove? Ishte nga shokët e shkollës edhe profesori i Guzhinës, që na lajmëroi për mu bë pjesë e këtij edicionit 10 të Albanian Skills. Ishte diçka bukur, në fillim nuk është se isha krejt
nuk ka se dosha për me marrë pjesë, ishte të marrë edhe me punë, me gjëra të tjera, nuk ka se e kisha krejt, dhe më thonë që dosha me shku, për mësaj të e pa rrugës edhe më hini dëshira dhe e provova, mora pjesë. Ishte diqa bukur, tregova veten, përfaqësova shkollën, edhe pse jo edhe projektin tem që quhet Besoj Kuzhinës. Ti je pjesë e shkollës Hamdi Bushati në vit të 4, një shkollë profesionale. Duhet më tregosh që në fillimet e tua, pse ke zgjedhur një shkollë profesionale dhe pse ke zgjedhur degën e hotelëri turizmit? Kuzhinë. Kuzhina është pasioni e më i madh dhe shkolla që ofronte këtë gjë ishte vetëm Hamdi Bushati, për këtë arsye allon në Zgjolla. Ka dhënë shumë përparësi, shkolla më ka ndihmuar shumë. Më ka fut direkt në tregun e punës, unë kam punuar që në vit parë në moshën 16 vjeçare kam marrë pjesë në kuzhinë. Atë u rrita profesionalisht pak më shumë, pastaj mora pjesë në vitin e tretë arsimit dual që u bë për herë të parë në Shkodër dhe në shkollën tonë. Atë lindi edhe ideja për projektin tem që kam bërë aktivitete ndryshme. Mund të më tregosh pak më shumë për aktivitetet që ti ke marrë pjesë? Po, e kam nisë në fillim në shkollën Rifat Zyberi në Kosmash për festat e nënorit, kam bërë 300 nënvlerësira për të gjithë nxënësit dhe mësuesit e kësaj shkolle. Ishte hera parë, ishte diçka ndryshe, ishte shumë e bukur, një emocion shumë i madh të shikosh gjithë fëmijë që ishin të lumtur duke provuar mësinat, duke u afruar më shumë. Ishte diçka do të thonë shumë e bukur, shumë rreslënëse, shumë me emocion. Edhe pastaj kështu vazhdoi më shumë si dëshirë, hapa projektin, i vuna emrin Besoj Kuzhinës, mësonjë na duke vazhduar të qëndat moshurëve Besa Barbollosh, duke shtruar një drek, pastaj në shtëpinë e fëmijës 6 deri në 15 vjeç në Shkodër, duke shtruar përsëri një drek, po këtë radhë në bashkëpunim me një familja quhet Fusha Mandi. Këtë kena zhvilluar së bashku për me kalu një ditë ndryshe me fëmijët ato që ishin. Ishte diçka bukur, diçka veçantë, shumë e rëndësishme. Mësonjë duke vazhduar me të në shkollën ABC Niki Lezhë, duke bërë 180 ëmbëlsira për të gjithë nxënësit dhe mësuesit, dhe ato ishte shumë bukur, u zhvillu si një panajër me muzikë. Kishte nxënës tjerë për shkollës ku unë jam të Hamdi Bushati, që erdhën duke shpërndar mësimet dhe kështu. Ishte shumë e bukur. Mësonjë me 1 qershor ishte bashkëpunim me Fondacionin Ilios, ku që njerëzit patën mundësi me dhurua dhe disa lekë të vogla, le të themi, për fëmijët me autizëm. Atë ishte një emocion një gjë shumë e bukur që vlen. Atë ishte shumë bukur fëmijë që na erdhën rreth rrotull, amëlsina ishte diçka shumë e bukur dhe emocion për ne. Gjithashtu edhe për me atë që bashkëpunon me fondacionin. Pastaj duke viju për Kurban Bajramin me 6 qershor prap para bashkisë, kena bërë 600 ëmbëlsira, duke shpërndar për gjithë njerëzit që kalonin, ka pasur edhe disa dhurata të vogla dhe pije. Tash jam të përgatit projektin tëm tjetër për festat e nënorit në një shkollë tjetër. Mund të na zbulosh ndonjë sekret të vogël nga ky projekt? Do bëjmë në shkollën e Bushatit, do bëjmë rreth 400 ëmbëlsira, do të bëjmë në shkollë montimin dhe dekorin e pjatave, do të jetë pak a shumë si një show. Do ketë mësa aktivitetin që na ofron shkolla për me bë pak më tërheqëse. Shpresojmë që t'ja dalim të bëjmë bukur. Dali sa më bukur. Sa emocione të japin këto aktivitete, kur shikon të gjithë ata që pëlqejnë gatimet apo ëmbëlsirat e tua dhe... Kjo është ajo që ne duam, se kuzhina është art, edhe me marrë më të mirën prej saj, edhe projekti është hap që është hap me kalu diçka të ndryshe me fëmijët, me i bata, me qesh, me kanë të lumtun, me kanë sa më afër këtyne edhe në raste për shkak se janë të shtëpia fëmijëse duke dhuruar diçka të tillë. Edhe me vlerën e duhur në artit kuzhinës. Me tregu që kuzhina është shumë e madhe, dimensione të ndryshme, mundesh me tregu artin nëpërmjet çdo gjëje. Tani duhet na tregosh pak më shumë për pjatën që realizove tek aktiviteti në Tiranë. Ishte një pjatë, le të themi, e vështirë që merr shumë kohë, po arrita me bë. Aty kishte vizatova Shqiponjen, duke qenë se unë mundem edhe me pikturu edhe me vizatu shumë mirë, i bashkova dhe me thane edhe kuzhinën edhe artin pamor, pikturën. Diçka shumë e bukur, shumë e veçantë. Kam bërë fileto viçit me pore kungullit, qips panxharit edhe sallat spinakut. Doli një pjatë, le të themi, e mirë, e lezetshme, e bukur. Ishte me të gjithë ushqimet që janë të nëntorit, dhe me thënë ushqimet të freskëta, dhe Shqiponja ishte për muajin nënor, muajin e festave, për me tregu që jam të përfaqësuar vetëm Shkodrën, por gjithë Shqipërinë.
Sa emocionuese ishte kjo për ty? Ishte shumë emocionuese se në fillim nuk e disha thotë do të ndilte kohë me vizatu, se të marrë parasysh që ata ishin të gjithë gjanat qasit, nuk ishin para përgatit, në ishte të ubonja të do thonë qas para njerëzve emocionet, kur vishin shefat atë ofër, do thonë shikaj të bashin ma shumë, do të provoku pak ma shumë. Po në fund një dola ishte një emocion shumë i madh për me tregu pjatën teme në tavolinën midis shumë shefave që ishin. Aktiviteti ishte 2 ditor. Mund të më tregoni pak si u nda dita e parë e aktivitetit dhe dita e dytë e tij? Atëherë, ditën e parë thjesht na prezantu me jurinë dhe me personat që bënë regjistrimin dhe nuk ka se kishte ndonjë Po, ndonjë presion apo diçka të madhe. Dita e parë ishte thjesht një prezantim. Po, dhe dita e dytë? Ditën e dytë atëherë kemi ndarë në skuadra ndryshme, si graphic design, marketing dhe ne që ishme në biznes, dhe thjesht kemi punuar në slide që të bëjmë prezantimin e projektit tonë dhe nuk ka se ka pas ndonjë presion shumë të lartë sepse ne kena pas si biznes aktual, po thjesht kemi du me dha maksimumin të slide-et, por kur dhame prezantimin, dhe më thonë ishte vetëm 7 minuta dhe nuk ishim kohë fare të japim slide-et dhe shkum direkt në demo dhe bëme një ndryshim nga tjerët që bënë të slide-et. Pra ishte presioni kohës. Po. Mendon që do ishte më mirë të kishit edhe pak më shumë kohë dhe ta prezantonit ndoshta edhe me slide? Po, normal, sepse 7 minuta kohë, 7 minuta, do më thonë, nuk ka se japin edhe kohën e duhur, po, që ta prezentosh, që ta shpjegosh si funksionon ky sistem, por besoj që juria ka marrë vendimin, do më thonë, kur ka parë punën, që kemi punuar 2-3 ditë, ka parë punën se si janë duke punuar duke curin dhe kush ka me potencial dhe më thonë si ide dhe besoj se prezentimi nuk ka bëjë ndryshim të madh, dhe thonë drejtën sepse është vendosur më përpara, mendon ti gjatë punës që vend parë. Pra do të kishte ndryshuar ndonjë gjë nga ajo që ke bërë, pavarësisht se ti je fituesi dhe sot ti nuk e mendon ndoshta të ndryshosh, po të ka mbetur ndonjë gjë më pishman që thua sikur ta bëja ndrysh, këto ndoshta do dilte më mirë? Tek prezentimi, dhe më thonë, është kanë dita 3 dhe tek ora 8:30 kam pas disa 2 orë kohë për ta bërë gjithë slide-et, sepse ditën e dytë nuk si kur jemi shok e tjerë habitesh dhe ndoshta harron. Po, harron krejt dhe nuk kena bërë slide-et fare dhe për 2 orë dash me kry slide-et dhe nuk ka se kam pas nuk ka se kanë eshtë mira sa kur i ban me... Po, sa mendon që po. Do t'i kushtoj pak kohë. Dhe kur kishim në dhënë prezantimin, shkova në skenë, po normal pak emocionuar se ishim të piramida dhe gjithë na shikoshim. Dhe slide-et, vetëm skip slide-et gjitha, dhe nuk i kam pa fare, në thonë dhe si një shok të gjithë në zënë si çfarë ndodhi. Dhe atër kur shpjegume dhe më thonë demon që fol me në telefon me agentin direkt, aty bëri ndryshim dhe thonë, si një diqa shokuse, wow, që është të ndodhër, po, që është diçka live, edhe kjo besoj ka bërë ndryshimin edhe tek juria edhe te personat që na kam pa, do më thonë, live. Po për ty, ka diçka që ndoshta do ta kishe ndryshuar nëse do të kthehesh pas në kohë? Thua që këtë gjë do ta kisha bërë më ndryshe? Ndoshta do t'isha tregu pak më i shkallë, po pjatën nuk do ta kisha ndryshuar. Ishte e njëjta që doja me bëlla e bëra. Pra të vjeni krenar për punën që keni bërë, dhe kjo është diçka shumë e mirë. Doa të di pak, ju jeni djemë të ri, me shumë ambicje, planet tua për të ardhmen. Përveç aktiviteti që folëm për 28 nëntorin, diçka më larg. Shpresojmë që të hapim një biznes temi, një restoran, do të ishte diçka shumë e bukur për mua dhe për profesionin tem, me arrit që unë me ofru klientave atë që unë du me bë, pjatat që unë du për me zjarë në restoranin tem. Shpresojmë një ëndër shumë e madhe, do të kena kohë për me bë, dhe pse jo edhe projektin që unë kam, me zhvillu sa ma shumë, me arrit sa ma shumë këtë projekt. Po për ty? Atëherë, planet e ardhmes, dhe më thonë, ne konkretisht menaxhojmë do të thonë këtë biznesin dhe të mundu me zhvillu sa më shumë dhe kemi nisur me tregun jashtë si gjithë për të kërkuar do të thonë për një pagesë më të mirë, por nga ky konkurs pamë që ka interes edhe në Shqipëri për këtë lloj teknologjie dhe besoj do hapim një degëll në Shqipëri për bizneset si të pasurit e palujshme, të hoteleria, do të thonë gjithë bizneset që kanë kontakt me njerëzit dhe janë biznes në shërbim, jo në produkte. Dhe
në 5 vitet besoj që do t'jeni kompani multimilion dollar, që kjo është Po, qëllimi shumë normal. fitim përse. Po, sepse Në fund dua nga ju, nga secili prej jush, nga një thirrje për ty, nga ty për të gjithë ata që kanë dëshirë të merren me kuzhinën, të gjithë të rinjt që me sa po shoh unë janë të apasionuar, ka të shumë të apasionuar pas kuzhinës. Po, ashtu e dha një rëndësi shumë e madhe profesionit kuzhinës. Është shumë e bukur kuzhina fundit ashtart, po i tham gjithë të rive që të kenë vullnet, të kenë guxim, të kenë pasionin shumë të madh, mos ta humbin asnjëherë shpresën, se gjithmonë do të arrijnë diçka shumë të bukur, shumë të madh për veten, edhe pse jo edhe për të gjithë ata që i rrethojnë. Sipas teje është një deg që ka të ardhme? Po, është një deg që ka jo të ardhme, po ka shumë të ardhme, për ata që dojnë me ecë përpara, për ata që e kanë me shumë pasion. Është shumë e bukur. Shpresoj që kuzhina prap të arrijnë mu bë pak më mirë, me ndryshu pak, me kanë më mirë për cilin do. Për nesh. Po për sipërmarrësit, për të gjithë të rinj që duan të merren me sipërmarrje, duan nga ti një thirrje. Atëherë për gjithë që do merren me sipërmarrje, gjëja më kryesore është që të fillosh, sepse domethënë për të ardhur këtë pikë që të fitosh konkurse edhe të fitosh para, duhet të kesh shumë eksperiencë, të kesh shumë humje, shumë ulje ngritje dhe shumica e njerëzve nuk munden që të vazhdojnë. Sa ka një ulje thon nuk funksionon dhe e lën mes dorë komplet. Por gjëja më e rëndësishme kur je në sipërmarrje është thjesht të vazhdosh dhe ke me pas sukses në sipërmarrje. Është e pamundur nëse të vazhdon një biznes, është e pamundur që mos kesh fitime. Edhe ulje ngritje normal, po kjo se vetëm je consistent dhe vazhdon kemi pas fitim gjithmonë. Djema ju falenderoj shumë që ishit me mua këtë mëngjes, ishte një kënaqësi dhe është kënaqësi për të gjithë Shkodrën që na keni nderuar dhe na nderoni në aktivitete të tilla. Ishte kënaqësi edhe për ne, falenderoj edhe për intervistën. Ju falenderoj shumë dhe jeni gjithmonë të mirëpritur sa herë të kemi raste të tilla që ju na bëni krenar. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë momente në Info Plus në Star Plus Televizion. Takimi radhës së bashku nesër.